ka gjujt dresën. Që me ndërlidh të tema kryesore. Unë nuk menoj që Zvicra na përfaqëson neve. Nuk ka arsye më na përfaqësu. Neve na përfaqëson Kosova edhe Shqipnia. Domethënë, nëse dikush nuk e gjen veten te Kosova, e ka Shqipnin ose Anasjellta. Nëse mrrin Kosova me shku ose Shqipnia jo, i kemi këto dy kombëtare që e plotësojnë njëna tjetrën. Shqiptarët e Kosovës, na që jetojmë këtu, nuk bën më lidh emocionalisht me kombëtare tjera. Nuk bën na me idolizu një lojtar shqiptar i cili në të ardhmen vendos me shku me lu për Zvicrën. E a bën më lidh emocionalisht me Arsenalin? A bën më lidh emocionalisht me Arsenalin? Po ndrysh është ajo, sepse unë kam ekip të zemrës. Se mos më lidh me Prishtinën, pra. Me Prishtinën, me Llapin, po do je. A shoj me çir Prishtinën stadion? E po njëjtë është edhe na shkojmë shpesh e kshijmë Kosovën, po Granit Xhaka na përfaqëson si shqiptar. Jo Zvicra. Zvicra Na e tham Granit Xhaka, nuk ke pyetja Granit Xhaka. Jo. Zvicra nuk më përfaqëson. Shqipni nuk e kena. Zvicra nuk më përfaqëson. Po a dhonet po them jo, Nuk po Granit Xhaka si individ. Robert, nuk mundet më përfaqësu mua një shtet i cili ka luftu njëtë si Serbia, që Kosovës më janë dalu me u pranu në UEFA. Nuk, po e qysh, po nas zbën me thonë këto, nuk bën me arsye tuna. Ka luftu, u konë çështje një vot. Një vot u konë çështje që Kosova mos me u pranu, edhe ondra jote si futbollist, që to i rrit me synimin me lu në Evropë, me po stadionet mira, me lu në kombëtare, i shu edhe ju t'ju plot gjeneratave. Nuk bën me harru çit fakt. Na nuk po harrojmë këtë fakt. Na nuk po them që Zvicra na përfaqëson. Po Xhaka si individ. Nuk e kena as Kosovën as si individ, as unë stadu Zvicrën. Pak emocion na lidh me Xhakën, se kur nuk e ka mohu që nuk është shqiptar. Çdo intervistë ka thonë jam shqiptar i Kosovës. Edhe tash është një farë krenarie kur ka pas edhe intervista. Ai e gëzuti kur ka thënë që jam krenar me Zvicrën. Edhe Xhaka dhe Shaçi. Argumenti jam është ky. Nesër, nëse një lojtar shqiptar i Kosovës e refuzon Kosovën e shkon me lu për Zvicrën. Edhe ai nuk pranon marrë me lu për vendin e vet. Shkon me lu në kampionat botëror. Na e bën neve Shqiponien çështo me dorë. Çka po vjen mu Shqiponia e ti? Ti je të lu për Zvicrën në Peru. Ata lojtarët. E për çfarë po thonë ne? Kanë zgjedhur ashtu, unë pajtona me. Po thonë ne. Nuk bën na si popull me përçu mesazh që ju mundeni me refuzu Kosovën, edhe na në Kosovë kena me ju trajtu si heronj. Hero ka me konçaj që lu për Kosovën, si Leona Zullahu, edhe Albian Hajdari e Fisnik Aslani. Heronj si janë tjerë që shkruajnë me lu për kombëtare tjerë. Ato unë jam me ty. Para 2-3 emisioneve e kena thonë që të sanë që pethu ti na. Ama që është rasti on Zeqirit, që e ka refuzu këto që pethu ti ka shku për Zvicrën, ato se përmen kërkush. Na i përmenim Xhakën, Shaqirin edhe Beramin kërë e kena pas, për shkak se këta kanë pas kohën e shumë shkurt në maj qershor me zgjedh Kosovën, edhe ti nuk mundesh më na mujt me vendos kërvis lista Zvicrës u dalë. Edhe një sen tjetër që më pengon, Robert, më falë që po ndërpri.